Partia Socialiste nuk ka humbur kohë dhe një ditë pasi Këshilli Bashkiak shkarkoi Erion Veliajn, ka nisur punën për organizimin e zgjedhjeve të reja në Tiranë. Kryeministri Edi Rama konsideron të debatueshëm vendimin për shkarkimin e tij, por theksoi se kryeqyteti nuk mund të qëndrojë pa kokë. Kuvendi miratoi përbërjen e komisioneve parlamentare, por palët u përplasën për seancën e miratimit të programit dhe qeverisë së re. Partia Demokratike kërkoi përsëritjen e saj, por majoranca tha se ishte opozita ajo që prishi mbledhjen. Prokuroria e posaçme ka marrë pandehur kryebashkiakun e Kolonjës Erion Isaj. Ai akuzohet nga SPAK për konsumimin e veprës penale të shkeljes së barazisë në tendera lidhur me ndërtimin e rrugës Korç-Ersek. Çmimet e banesave në Shqipëri po vijojnë rritjen me ritme të shpejta, duke shënuar një rekord të ri. Banka e Shqipërisë raporton se vetëm në një vit çmimet janë rritur mbi 40%. Ekonomia shqiptare vijon trendin pozitiv të rritjes. Autoritetet shqiptare bllokojnë sasitë konsiderueshme frutash të importuara në vendin tonë me pesticide të ndaluara ose me nivel të lartë të përdorimit të tyre. Bëhet fjalë për produkte pjeshke e rushi me origjinë nga Greqia dhe Italia. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shkelur vijin e kuqe me veprimet e tij në veri të vendit, si dhe me përjashtimin e listës serbe nga zgjedhjet. SBA-ja kërkon ndryshim kursi nga Kurti. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Partia Socialiste nuk ka humbur asnjë ditë kohë pasi Këshilli Bashkiak ka shkarkuar kryetarin e bashkisë Erion Veliaj. Partia Socialiste organizoi një takim me ministrat dhe të zgjedhurit e Tiranës, ndërkohë që kryeministri Edi Rama e konsideroi të debatueshëm vendimin për shkarkimin e Veliajt, por nga ana tjetër ai shtoi se kryeqyteti nuk po të qëndrojë pa një kokë. Edi Rama mendon se është humbur shumë kohë duke u lënë Bashkia e Tiranës pa kokë. Ndaj tani që Këshilli Bashkiak e shkarkoi kryetarin e zgjedhur, ai nuk do t'i ikë asnjë minutë. Pasi mblodhi në kryeministri paradite, kryetaren e komanduar, 4 nënkryetaret e bashkisë dhe kandidatin e shpallur për të vazhduar mandatin e lënë për gjysmë nga Veliaj, pas dite në selinë e Partisë Socialiste, mblodhi deputetët aktual të qarkut të Tiranës, por dhe ata që ishin të tillë 4 vitet e shkuara, si dhe të gjithë kabinetin qeveritar. Të dy takimet në funksion të një qëllimi, nisjen de facto të fushatës për zgjedhjet e pjesshme, sepse de jure duhet ta vendosë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi presidenti të dekretoi datën e tyre. U detyruam të ndërmarrim një hap të debatueshëm në raport me Erion Veliajn, por të detyrueshëm në raport me fatin e kryeqytetit të Shqipërisë. Një histori drejtësie plot pikpyetje, pikçuditëse dhe pikpresje që s'dihet për më tepër sa do të zgjas, të mos e marr peng pafundësisht kryeqytetin e Shqipërisë. Rama s'do të humbas kohë as të komentojë qëndrimin e opozitës për shkarkimin e Veliajt, por thotë se s'do të komentojë as vendimin e drejtësisë për kryebashkiakun, që pas disa muajsh vetë Rama ju referua me emër. Nuk ja vlen të merremi as me ata të cilëve u ka rënë diella në kokë, dhe as me ata që 3 herë rresht nuk e mundën dot Erionin me luftën e tyre. Fryn gjokset me sebepin e një letre anonime ndaj një kundërshtari të lidhur duar dhe këmbë. Të merresh me kandidatura dhe me karikatura të humbje kohe, ndërsa të merresh me drejtësinë është humbje busulle. E përzgjedhura e tij si kandidate, Rama thotë se ka një mbështetje si brenda strukturave të partisë, ashtu edhe në opinionin publik, mendim që është testuar përmes anketimeve. Gjithë e çmojnë kandidaten tonë për Tiranën. Sa i takon kundërshtarëve, është i bindur se do dalin edhe më të humbur nga kjo garë, cilët do të jenë rivalet e Emana Serliut, por edhe në bashkitë të tjera ku do të ketë zgjedhjet pjesshme këtë vjesht. Jemi fitimtar pikërisht sepse vazhdojmë të zgjojmë më herë dhe të flem më vonë se sa humbësit. Rama foli për çdo shërbim që ofron bashkia që në këto muaj mungesë të kryebashkiakut Veliaj, sipas tij kanë degraduar dhe nisi me ujin e pishëm. Është një problem i keq administrimit dhe për këtë arsye ne
do të ndërhyjmë. Pastrimi i qytetit, transporti publik, çerdhet, kopshtet dhe çlirimi i hapësirave publike sipas Edi Ramës nuk janë në nivelin e kërkuar, por emergjenta ai shikon pa mundësinë për të zhvilluar prokurime publike dhe për të vazhduar investimet në qytet, që s'mund të bëhen nga një kryetare e komanduar. Nevoja për legjitimitet demokratik është e jashtëzakonshme. Shtuar pastaj edhe domosdoshmërisë për një katarsisi e vetpastrimit të Bashkisë Tiranës, ashtu siç bëm dhe po bëjmë në bashkitë e tjera. Pak minuta pa praninë e mediave, Edi Rama ju dha porosit pranishmëve për organizimin dhe më pas i ftoi për kafe të gjithë në oborrin e Selisë Roz. Këshilli i Ministrave pritet që nesër të marrë vendimin për shkarkimin nga detyrat të kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Veliaj. Vendimi i Këshillit Bashkiak i është dërguar zyrtarisht të Këshillit Ministrave nga ana e prefektit Tiranës, duke i krijuar mundësinë qeverisë për vijimin e procedurave të shkarkimit. Qeveria më pas pritet ta dërgojë vendimin e shkarkimit dhe shpalljen e vakancës tek presidenti i Republikës Begaj, i cili sipas ligjit duhet të dekretojë datën e zgjedhjeve të reja. Ndarmi tani tek kuvendi i cili ka miratuar përbërjen e komisioneve parlamentare, por ka patur debate në kuvend pasi opozita ka kërkuar që seanca ku miratua programi dhe përbërja e qeverisë të ribëhet edhe një herë. Por socialistët nga ana e tyre thanë se ishin demokratët ata që e prishën atë seancë. Me 94 vota pro, 3 abstenim dhe 1 kundër, kuvendi miratoi përbërjen e 11 komisioneve parlamentare, 7 prej të cilave do drejtohen nga socialistët dhe 4 nga demokratët. Projekt vendimi miratohet. Debatet sërish nuk munguan pasi opozita në blok kërkoi përsëritjen e seancës plenare të 18 shtatorit. Të zhvillohet seanca, të mos e kthej gjykata kushtetuese, po ta kthej parlamenti. Është hera parë, zoti kryetar, në 34 vite që qeveria kalon dhe miratohet pa diskutuar programin e qeverisë. Por pretendimet e demokratëve u ironizuan nga kreu i grupit parlamentar të socialistëve. Sipas nenit 44, fjalën në këtë moment procedural për miratimin e procedurbalit mund ta marrin vetëm ata që kanë dhënë një mendim në seancën e kaluar. Josefina Topalli, rikthyer në kuvend pas disa vitesh, i sugjeroi kryetarit të kuvendit Niko Pelleshi të konsultohet me Gramoz Ruçin për ministren virtuale Diella, për të cilën demokratët ju drejtuan të martën edhe gjykatës kushtetuese, ku kërkuan shfuqizimin e dekretit të presidentit. Mund të pyesni Gramoz Ruçin, a ka ndodhur ndonjëherë që të përfshihet në rendin e ditës në dekretin e presidentit një lodër teknologjike? A ka ndodhur në 3 dekada që dita e parë e fillimit legjislacionit të fillojë me ndryshimin e rregullores pa konsensus? Në emër të shumicës, përgjigjen e opozitës ja dha kryeparlamentari Pelleshi dhe sekretari i përgjithshëm i socialistëve. Nuk mund ta kthejmë diskutim procedurbalin në një diskutim politik. Lidhni për diellën. Ta e ka dalë tani Berisha aty me iPad edhe ka djerë qytetarën digjital. Në kushtet e një force numerike të majorancës, jashtë parlamentit, Berisha tha se opozitës i mbetet vetëm një rrogë. Protesta kundër këtij grupi mafios e kanë shumë të qartë se i pret fundi i Erionit. Pavarësisht përplasjeve të forta verbale me majorancën, Kryedemokrati ripërsëriti se bojkoti nuk është opsioni i opozitës dhe se betejën do ta vijojë brenda jashtë kuvendit. Spaku ka marrë të pandehur kryebashkiakun e Kolonjës Erion Isaj, burime pranë strukturës posaçme, bëjnë me dije se Isaj dyshohet se ka konsumuar veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera lidhur me ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek. Më herët për këtë çështje vetë kryebashkiaku është marrë 2 herë në pyetje nga SPAK, ndërkohë të pandehur janë marrë dhe 6 zyrtarë të tjerë të Bashkisë Kolonjës, të cilët dyshohet se kanë bashkëpunuar në shkeljet e pretenduara. Çmimet e banesave në vendin tonë po njohin një rritje mjaft të shpejtë. Banka e Shqipërisë raporton se vetëm në një vit çmimet janë rritur mbi 40%. Çmimet e pasurive të paluajtshme kanë shënuar një tjetër rritje të fortë në Shqipëri. Sipas Bankës së Shqipërisë, çmimi mesatar i banesave u rrit me 14.6%,
krahasuar me 6 mujorin e kaluar dhe me 41.7% në raport me një vit më parë. Vetëm në Tiranë rritja arriti në 32.6% duke reflektuar kërkesën e lartë në treg dhe interesin në rritje për blerjen e apartamenteve. Kemi rritje të shpejtë të çmimeve. Për këtë arsye Banka e Shqipërisë në maj të këtij viti mori disa masa që lidhen kryesisht me vendosjen e disa limiteve në raportet të caktuar të standardeve të kreditdhënies në këtë treg, të cilat do t'i monitorojmë në vazhdim. Ndërkohë situata ekonomike në vend ka mbetur pozitive, por me ritme disi më të ngadalta. Rritja ekonomike në tremujorin e parë të vitit 2025 shënoi 3.4% krahasuar me 3.8% të një tremujori më parë, ndërsa papunësia ra në 9.5%. Konsumi i brendshëm dhe investimet private kanë qenë motorët kryesorë të aktivitetit ekonomik. Politika fiskale ka qenë konsoliduese, presionet inflacioniste kanë qenë në përgjithësi të përmbajtura dhe niveli i inflacionit ka qenë poshtë objektivit Bankës së Shqipërisë. Në tregun e punës kemi patur përmirësim të niveleve të punësimit dhe rritje të nivelit të pagave. Në përgjithësi, raporti i stabilitetit financiar vlerëson se rrezikët ekonomike mbeten të kontrolluara, ndërsa sektori bankar vazhdon të mbështesë me kredi individët dhe bizneset. Autoritetet shqiptare kanë kapur një sasi të konsiderueshme frutash të importuara në vendin tonë me pesticide të ndaluara. Bëhet fjalë për pjeshkë dhe rrush me origjinë nga Greqia dhe Italia. Niveli i lartë i pesticideve tek frutat nuk konstatohet vetëm tek produktet shqiptare që eksportohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe tek ato që importohen në vendin tonë. I tillë është rasti i konstatuar nga Sistemi Evropian i Alertit për Sigurinë Ushqimore, RAFS, ku raportohet se një sasi e konsiderueshme pjeshkësh të kultivuara në Greqi dhe futura në vendin tonë ka rezultuar me nivel të lartë pesticidesh. Bazuar në kontrollet zyrtare të kryera, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njofton se pjeshkët e importuara nga Greqia pas analizimit janë konstatuar me pranin mbi normë të mbetjes së pesticidit POSMED me risk të lartë për shëndetin e njeriut. Në një reagim zyrtar, AKU njofton subjektet private ku janë shpërndar pjeshkat të konstatuara me pesticide që t'i kthejnë mbrapsht ato në rast se kanë ende gjendje, por ky nuk është i vetmi rast i frutave me nivel të lartë pesticidesh që kanë hyrë në vendin tonë nga Greqia. AKU bën të ditur se gjithashtu është konstatuar një sasi e konsiderueshme rrushi i kuq francez i importuar po nga Greqia me mbi normë të mbetjes së pesticidit propamocarb me risk për shëndetin e njeriut. Pas kryerjes së kontrolleve dhe ndjekjes së gjurmueshmërisë, ka bllokuar sasinë në gjendje të produktit të konstatuar me qëllim asgjësimin. Ndërkohë një tjetër rast është evidentuar më 10 shtator gjatë kontrollit në pikën e inspektimit kufitar në Durrës, ku një sasi rrushi tavoline e importuar nga Italia ka rezultuar me prani të mbetjes së pesticidit bitertanol me risk për shëndetin. Pas verifikimit të kryer, edhe kjo sasi rrushi është bllokuar në subjekt duke mos lejuar shpërndarjen e tij në treg. Një 51 vjeçar i identifikuar si Valbon Beqira është gjetur i pajet mbrëmjen e kësaj të mërkure në banesën e tij në lagjen 12 në Durrës. Ishte nipi i viktimës, ai që lajmëroi policinë, e cila pas mbritjes në vendngjarje ka ngritur dyshime se 51 vjeçari mund të jetë vrarë me thik. Për të provuar këtë, uniformat blu kanë nisur të marrin në pyetje të afërm të viktimës si dhe të kqyrin pamjet filmike në zonën ku ka ndodhur ngjarja. Valbon Beqira i mësohet se ishte i martuar dhe ishte pa precedent penal. $10.000 kota bosh kanë mbetur në universitete pas raundit të parë të regjistrimeve. Bien sy një rritje e interesit të rinjve për të ndjekur programet 2 vjeçare si dhe në degët e mësuesisë dhe Universitetin Bujësor. Nxënësit me mesatare 98.5 përfshirë edhe ata me rezultate më të ulta apo që kanë ngelur në vjesht po zgjedhin studime 2 vjeçare. Kreu i rrjetit akademik shqiptar Arian Xhela i thotë se në raundin e parë u regjistruan në universitete 16.000 student, duke lënë mbi 10.000 kuota bosh. Ka akoma kuota tjera në programe që lidhen me fushën ekonomike, ku ka një kërkesë lartë, drejtësia ka gjithashtu programe, degë që çon mësuesi patën një histori të mirë. Në raundin e dytë patëm një nivel shumë lartë aplikimesh në programet 2 vjeçare, që arrit rreth 19% të totalit. Pjesë e mirë këtu që vjen edhe nga vjeshta ose maturantë viteve të kaluara që mbasi s'kanë mesatare mbi 65, kanë mundësinë e vetme të vijojnë studimet e larta në programet 2 vjeçare. Jashtë universitetit nuk mbetet asnjë student, pasi këtë vit kuotat për në
shkollë të lartë ishin në afro 27.000, aq nxënës sa përfunduan maturën. Xhilaj thotë se numri i lartë i kuotave lidhet edhe me kapacitetet pritëse të universiteteve për student të huaj. Ka kuota të lira, të cilat ngelen, ka akoma kapacitete në universitetet shqiptare, ajo që është lançuar edhe ndër vitet e fundit ndërkombëtarizimi i arsimit të shqiptar, ka kapacitete të pritëse edhe për student huaj. Ekselentët e zauruan degët si mjeksi dhe inxhinieri më të kërkuara të universiteteve që në ditët e para të regjistrimeve, ndërsa ata me mesatare 9.8.5 shpëtuan edhe degët e rrezikuara tek gjuhët e huaja, shkencat eksakte dhe ato të Universitetit Bujqësor. Ka ardhur një goditje e fortë nga Departamenti Amerikan i Shtetit në drejtim të kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa shpërsojnë gjuhën ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, duke ia bërë të ditur se me veprimet e tij ka shkelur vijën e kuqe. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit për çështjet europiane, në një reagim për televizionin Koha në Kosovë, ka sqaruar edhe më tej arsyet se pse u ndërmor veprimi për ndërprerjen e dialogut të planifikuar strategjik të Shteteve të Bashkuara me Kosovën. Për Shtetet e Bashkuara ishte tejet shqetësuese përpjekja konkrete e Kurtit për t'ia pamundsuar listës sërbska pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Por jo vetëm ky akt, por për dash, shqetësuese janë edhe veprimet e fundit të qeverisë në detyrë në veri të Kosovës. Mendojmë se ishin destabilizuese dhe për të cilat SBA-ja ka ngritur shqetësime. SBA ka një sër bisedash me Kurtin në mënyrë private dhe diplomatike, ashtu siç bëjmë gjithmonë. Për veprimet shqetësuese, ne ishim të qartë, gjithashtu se do të kishte pasoja nëse kjo do të vazhdonte. Nuk ka përjashtuar zgjerim masash në fusha të tjera nëse qeveria në detyrë apo një qeveri e ardhshme vazhdon me veprime të ngjashme si deri më tani. Është vërtet fatkeqësi që u detyruam të ndërmarrim këtë hap. Ne duam të jemi në gjendje ta kthejmë mbrapsht, por kjo mund të ndodhë vetëm mbi bazën e veprimeve konkrete. Kjo është zgjedhje çdo qeverie të Kosovës dhe aktualisht e kryeministit në detyrë Albin Kurti. Shpresojmë që së shpejti të shohim një ndryshim kursi, shpresojmë që ta rikthejmë këtë marrëdhënie në binar, por kjo është një zgjedhje që ai duhet ta bëjë. Dash kërkon që serbët të kenë një përfaqësim me 9 kryetar në Kuvendin e Kosovës, si dhe strukturat paralele serbe të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, duke gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Pozicionimi i ri i presidentit amerikan Donald Trump qartasi në mbështetje të Ukrainës dhe perëndimorëve është përshëndetur nga presidenti Zelenski. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski përshëndeti deklaratën e Donald Trumpit në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku pozicionua qartë në krah të Ukrainës dhe aleatëve perëndimor, pas zhgënjimit të shprehur më herët ndaj Vladimir Putinit, që nuk hodhi asnjë hap drejt fundit të luftës pavarësisht nismave të tij. Jam mirënjohës për këtë. Moska e ka frikë Amerikën dhe gjithnjë është e kujdesshme ndaj saj. Ne mbështetemi tek Shtetet e Bashkuara. Garancitë e vërteta për sigurinë duhet të shndërrohen në vijë, të cilën Rusia nuk duhet ta kalojë më. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio sqaroi ashpërsimin e qëndrimit të presidentit amerikan ndaj Rusisë. Presidenti ka bërë një punë të palodhur, gjithçka ka mundur që t'i jap zgjidhje këtij konflikti që nuk duhet mbyllur ushtarakisht, por në tryezën e bisedimeve. Durimi i tij megjithatë nuk është i pakufishëm. Ekziston mundësia e vendosjes së sanksioneve ekonomike ndaj Federatës Ruse. Mes përshkallëzimit të tensioneve për Ukrainën, Kremlini ironizoi deklaratat e Trumpit duke thënë se Rusia është ari dhe jo tigër prej letre, siç tha shefi i Shtëpisë së Bardhë. Sipas dhënësit Dmitri Peskov, Trump është një biznesmen dhe po përpiqet të ushtrojë presion me sanksione mbi vende të ndryshme që të blejnë naftë dhe gaz amerikan me çmim më të lartë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe homologu i tij rus Sergej Lavrov shfrytzuan praninë në çeljen e sesionit të ri të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s për të zhvilluar një takim mes tyre, jeni duke parë pikërisht pamje nga ky takim. Takimi u zhvillua pa praninë e mediave dhe pa deklarata hyrëse nga dy protagonistët, por mediat ruse raportuan se gjatë bisedës Lavrov theksoi gatishmërinë e tij për të koordinuar përpjekjet me Washingtonin për të adresuar shkaqjet rrënjësore të krizës ukrainase. Lavrov theksoi gatishmërinë e Rusisë për t'u përmbajtur linjës së zhvilluar nga udhëheqësit rusë e amerikan në Alaska, duke përfshirë koordinimin e përpjekjeve me palën amerikane për të adresuar shkaqjet rrënjësore të konfliktit, situan në mediat në Moskë. Ministrinë e Jashtme ruse gjithashtu. Mediat ruse raportojnë se Lavrov theksoi në takim se planet e promovuara nga Kievi e disa kryeqytete europiane synojnë zgjatjen e konfliktit dhe janë për ne të papranueshme.
Dytë paraburgosur mbetën të vdekur dhe një tjetër u plagosur rënd pasi një person me snajper hapi zjarr ndaj një qendre të emigracionit ku mbaheshin emigrant të ndaluar. Policia lokale tha se autori i identifikuar Joshua John, 29 vjeç, qelloi edhe veten për vdekje pas sulmit me armë qekreu. Zyrtarët e rendit thanë se autori i sulmit kishte shkruar anti-akulli në një plumë të papërdorur dhe nisur nga kjo autoritetet po e trajtojnë ngjarjen si një akt dhune të synuar kundër emigrantëve. Lidhur me ngjarjen reagoi ashpër edhe zëvendës presidenti Gjili Vance duke e quajtur atë një akt dhune të motivuar politikisht dhe duke fajsuar drejt për drejt retorikën nxitse nga udhëheqësit demokratë dhe media. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.